Po mendon të blesh një pronë në 2026? Pyetja që bëjnë të gjithë, ndërtimi i ri apo ekzistues? Janë ndryshimi në pak sekonda. Ndërtimet e reja, koncepti i jetesës me standarde bashkëkohore, siguri dhe cilësi e lartë ndërtimi. Gjithashtu, në ndërtimet e reja disponojnë ashensor dhe mundësi parkimi në katet nën tokë, ofrohen njësitë e shërbimit dhe facilitetet e nevojshme të përditshme. Në ndërtimet e reja, koha punon për ty. Sa më herët të blesh, aq më shumë fiton nga rritja e vlerës së pronës. Ndërtimet ekzistuese, sipërfaqe të vogla të shfrytzuara mirë, nuk kanë hapësira të përbashkëta, kanë dhe çmime më ekonomike. Gjithashtu kanë mundësi kreditimi dhe banimi menjëherë. Gjithashtu, pronat ekzistuese po tërheqin gjithmonë edhe më shumë investitor, duke i blerë, i rinovuar dhe i rishitur me një çmim më të lartë, duke kthyer në një biznes fitimprurës. Për te zgjedhjeve, e rëndësishme është të investoni me strategji dhe informacionin e duhur. Për më shumë informacion, më kontaktoni. Unë jam Rafael Cene, konsulent imobiliar i licencuar në Future Home. Ju përshëndes.